Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Diella. Sot do të zbulojmë se çfarë thon yjet për ju. Qëndroni me mua deri në fund për të mësuar gjithçka rreth fatit tuaj. 3 shenjat e horoskopit që do ndikohen më shumë nga hëna e plot dhe 14 marsit. Hëna e plot dhe 14 marsit sjell energji të fuqishme transformuese, duke ndikuar ndryshe te secila shenjë e horoskopit. Megjithatë, 3 shenja specifike do ta ndjejnë këtë ndikim më thellë, si në aspektin emocional, ashtu edhe në atë shpirtëror. Nëse je një prej tyre, përgatitu për ndërgjegjësime të mëdha, ndjenja të thella dhe mundësi për rritje personale. Le të zbulojmë cilat janë këto shenja dhe si mund ta përballojnë sa më mirë këtë periudhë. Hëna e plot dhe pranverës, një moment ndryshimi dhe zbulimesh. Hëna e plot e marsit është e njohur edhe si hëna e krimbit, pasi përkon me kalimin e stinës dhe rinovimin e jetës në natyrë. Ky është një moment i fuqishëm, i mbushur me mundësi për pastrim dhe rikthim në ekuilibër. Virgjëresha. Si shenjë e tokës, Virgjëresha është e lidhur me rendin, shëndetin dhe jetën e përditshme. Kur hëna është në këtë pozicion, ndjejmë një nevojë të fortë për organizim dhe pastërti. Ndërsa hëna e plot dhe eklipsi total hënor krijojnë një atmosferë transformimi, disa të vërteta mund të dalin në pa, duke sjellë mundësinë për ndryshime të rëndësishme. Virgjëreshat mund të kuptojnë se është koha për të lënë pas një situatë që i ka kufizuar dhe për të ripërcaktuar prioritetet e jetës së tyre. Ky është një moment ideal për të ndërmarrë hapa drejt një jete më të shëndetshme dhe të balancuar. Peshqit do të përballen me zbulime të rëndësishme në lidhje me marrëdhëniet e tyre, qofshin ato romantike apo profesionale. Kjo mund të jetë një periudhë e mbushur me ngarkesa emocionale, duke i shtyrë ata të marrin vendime të vështira. Peshqit mund të ndjejnë se është koha për të bërë ndryshime që i çojnë në rrugë më të ekuilibruar dhe të lumtur. Shigjetari. Për shigjetarët, energjia e kësaj hëne të plot do të ndikojë fuqishëm në fushën e karrierës dhe qëllimeve profesionale. Ky mund të jetë një moment kur dalin në pa çështje të gjata që kërkojnë një zgjidhje përfundimtare. Nevoja për ndryshim dhe liri do të jetë e fortë, por shigjetarët do të duhet të veprojnë me kujdes dhe strategji, veçanërisht për shkak të ndikimit të eklipsit. Ky është një moment për të gjetur balancën mes dëshirës për ndryshim dhe nevojës për stabilitet. Ky është një moment i fuqishëm për ndryshim dhe transformim për këto shenja, duke i shtyrë ata të përballen me të vërtetat e brendshme dhe të veprojnë drejt një të ardhmeje më të ndritur.